Me Otjon Orhani, sekretarin e Federatës të Taekwondos, po shohim që Kupa e Shqipërisë ka ngjallë shumë interes, një pjesëmarrje shumë e madhe së shkodrës. Po, fatmirësisht si çdo vit ne vim tashmë me Kupën e Shqipërisë në qytetin e Shkodrës, është kthyer në traditë kjo gjë, fal edhe suportit që kemi nga Taekwondo Vllaznia këtu dhe profesori Leon Pukës. Jemi në një aktivitet i cili pret sot mbi 350 sportistë në këtë sallë të Shkodrës, e cila është mbushur me hare dhe aktivitet krahas veprimtarisë sportive. Po shohim që shumë sporte vuajnë edhe nga masiviteti, nga numri i sportistëve, por Taekwondoja është tjetër gjë. Si keni arritur të keni kaq shumë sportistë? Fatmirësisht, vitet e fundit, sporti jonë, falë punës që kanë bërë trajnerët e rinj, farë veprimtarive ndërkombëtare që kemi sjellë rreth 12 në 4 vitet e fundit në Shqipëri, ka ngjallur entuziazmin, ka ngjallur interesin drejt këtij sporti dhe ne tashmë mund të themi që jemi pionierë i sporteve individuale në Republikën e Shqipërisë. Kur ka masivitet, besoj që vjen edhe cilësia gradualisht. Jeni të kënaqur me arritjet e sportit taekwondos? Jemi të kënaqur, kemi arritur të arrim deri në ranking vend 5 në botë, kemi kampion Europe, kemi nën kampion Europe, kështu që avash me shtimin e numrit, masivizimin, po vjen edhe rezultati sportiv për vendin tonë. Po shkojmë deri në fund vitit 2025, i kënaqur me atë çfarë ka dhuruar sporti taekwondos apo keni pritur diçka më shumë? Për këtë vit duhet të them që jemi të kënaqur, kemi rritur numrin e pjesëmarrësve, kemi zhvilluar për herë të parë aktivitetet në nivelit evropian me sistemet nga më të mira ndërkombëtare, me arbitra ndërkombëtar. Kështu që kjo na ka bërë që të kemi kredibilitet dhe nëpër institucione ndërkombëtare. Viti tjetër do të mirëpresim sërish 3 aktivitete ndërkombëtare në Shqipëri, kështu që kjo na jep stimul për të bërë akoma dhe më mirë. Faleminderit, sukses. Ju falenderoj.